إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndrimi qoftë Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamet unë dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, vazhdojmë me shpjegimin e jetës së njeriu më të mirë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është shembulli të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala u ala dhe u vendosi muslimanëve deri në kiamet. Nuk ka situatë, nuk ka rrethon me të cilën sprovohen muslimanët në çfarë do kohë qofshin, vetëm si shembull e kanë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi në prova dhe situata dhe rrethona të ndryshme, gjitha këto të cilat i kaloi janë mësim për besimtarët që vinë deri në kiamet. Prandaj, ne sot me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala do flasëm për një periudhë apo për një fazë në të cilën kaloi pejgamberi i Allahut, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E kjo fazë apo kjo periudhë është thirrja fshehurazi. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që i zbret surja Muddathir dhe pasi që e kupton se është pejgamberi Allahut subhanahu wa ta'ala dhe pasi që Gjibrili alaihi salatu wassalam ja zbret ajetin kum fa'anzir, ngrihu dhe paralajmëra, pra ngrihu dhe thirrni njerëzit, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngritet për ta përçuar mesazhin e Allahut subhanahu wa ta'ala tek njerëzit. Dhe normal vëllezër të nderuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk dyshon askush në këta se ka pas dëshirë dhe ka pas qef që çdo njeri islami të dëpërton në zemrën e tij. Edhe pa dyshim që me pas dal në oborrin e Qabes dhe me thirr njerëzit në islam, do të ishte ndoshta në shikim të parë ai përçimi i mesazhit më së shpejti. Pra, me thirr njerëzit se unë jam pejgamberi i Allahut dhe se kam ardhur me këtë fe dhe i dërguar i prej anës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë pa, si që kemi thënë, çdo situatë në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e llogaritne dhe është me vahjin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra është me shpallje për Allahut subhanahu wa ta'ala.
wa ma yantiqu anil hawa, ai pejgamberi nuk flet diçka prej hamendjes së vet. In huwa ila wahyun yuha, aja që ai flet është shpallje që i shpallet prej anës së Allahut subhanahu wa taala. Pra, ndoshta shikim parë, dalja në aburrin e qabës dhe thirrja njerëzve në islam, do ishte përhapja më shpejt e lajmit se ka ardhur një pejgamber i ri, dhe ka ardhur ky pejgamber me dinin islam, dhe ka ardhur me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk veproi kështu, nga se Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij të përsosur vendosi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të vazhdon të thirrjen për 3 vjet radhazi fshehurazi. Pra 3 vjet do të kalon Islami fshehurazi, vetëm tek ata që ka besim dhe të njerëzit të cilët është i sigurt. Pra daveti, thirrja e pejgamberit alayhis salam ka zgjat 23 vjet të pluta. Pra 3 vjet e para janë thirrja fshehurazi. Dallon kjo situatë, pra dallon këto vite me ato kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kur ka hyrë mbi një kodër. Pra kur ka dol haptazi dhe i ka thirr fiset dhe ka thonë sikur une t'ju lajmëroj juve se pas kësaj kodre gjendet një ushtri e cila don me ju sulmu dhe don me ju rrëmby familjet e juaja. Mja u rëbnu gratë dhe fëmijët e juve dhe mja u marë pasurinë si plaçk lufte. A do të me besonit? Mushrikt dhe banorët e Mekës i kanë thënë pu, nga se ti nuk e rajt asnjëherë, ti nuk je gënjeshtar. Atëherë pejgamberi alayhis salatu wassalam u ka thonë, unë jam paralajmërues, jam i dërguar i Allahut dhe u lajmëroj juve se gjendet bota tjetër. Pra këto e ka thonë pejgamberi alayhis salam, po e ka thonë mas 3 vjetë. Pra kur kanë kalu 3 vjet, kjo faza e thirrjes së njerëzve fshehurazi, pasi ka kalu kjo, e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto. Kemi thonë në çdo detaj, fjalë dhe veprim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka urtësi, për arsye se Allah e la shembull për muslimanët deri në kiamet. Prandaj ajonia është, vëllezër të nderuar, që ta kemi shembullin gjithherë parasysh. Ndoshta mundet me pyet dikush dhe me thonë, a ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i friksuar për veten e tij ndaj kurajshve, që nuk ka dalë qysh në fillim në start haptazi me thirr ata në islam? Patyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më së miri ka njoft Allahun subhanahu wa taala. Dhe më së miri ka qenë i bindur në Allahun subhanahu wa taala. Dhe më së shumti ka qenë i mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe më së shumti ju ka friksuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe ka qenë i bindur në atë se asgjë nuk e godet përveç se atë që Allah subhanahu wa ta'ala e ka caktuar. Mirë po, thami është urtësia Allahut subhanahu wa ta'ala që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj kohe t'i thirr njerëzit fshehurazi dhe ju haptazi. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala deshi që ta mëson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj periudhe. Dhe deshi t'ja jap një mësim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasuesve të tij, se metodologjia e ndryshimit duhet të kalon e faza. Pra nuk vjen e mira dhe hajri për një ditë. Mirë po do kohë, do mund, angazhim, do në maturi dhe sabër. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj këtë mësim që ta merr nga ana Allah subhanahu wa taala t'u mëson sahabëve. Pra të jenë të matur në veprimet e tyre.
të jenë të durueshëm për këtë fe me të cilën Allahu subhanahu wa taala i ka nderu. Dhe pastaj të mbetet pejgamberi alayhis salam dhe sahabët mësim për të gjitha gjeneratat që vijnë deri në kiamet. Që nëse çdo musliman sprovohet dhe ka lënë rrethona në të cilat ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qoftë rrethona paqe apo lufte, pra me ditë se si më qas, me ditë kemë pas model dhe shembull, dhe kemë pas peshore muslimani deri në kiamet. Prandaj Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deshit na e vizaton rrugën, apo të na tregon rrugën, dhe të na vendos planin, hartën se ka duhet me i ra. Por ka duhet me shku. Dhe kush do që e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i pason sahabët, me lejen e Allahut subhanahu wa taala do jetë i shpëtuar. Argument ajeti 137 në surën Al-Baqara, fa in amanu bimithli amantum bihi faqad ihtadaw. Nëse ata që vijnë pas jush besojnë siç besoni ju, atëherë do jenë të udhëzuar. Kush janë ata? Pra ata që vijnë pas sahabëve, ata që vijnë pas pejgamberit alayhis salam, besojnë qysh beson pejgamberi alayhis salam, besojnë qysh besojnë sahabët, dhe e kthejnë besimin e tyre dhe rrugën e tyre në peshore të sahabëve, që e kanë pas shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë ata do jenë të udhëzuar dhe meritor për të thënë Allahu për ta radiyallahu anhum wa radu an. Allah ishte i kënaqur me ata dhe ata ishin kënaqur me Allah. Pra Allah tha për sahabët, prandaj kush do që e ndjek rrugën e sahabëve dhe rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e meriton që Allah azza wa jall me kanë i kënaqur me të dhe ata me kanë të kënaqur me Allahun, e lutse Allahun azza wa jall që të jemi prej tyre. Pra vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi thirrjen fshehur azi. Ndërsa vllai dashur musliman, se si janë sprovu muslimant, shembull vetëm në periudhën e kohës së komunizmit, 1937-1967. Pra për disa vite, muslimanët, apo disa dekada, muslimanët po sprovohen, po thuaj se me gjendjen e ngjashme po kalojnë qysh ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e Mekës. Merë shembull muslimanët në Bashkimin Sovjetik. Kur ka qenë i përhapur komunizmi, në Rusi vëllezër të nderuar është përhapur ateizmi dhe janë përhap të këqijat me përmosa të mëdha. Pra në shekullin që lan pas, dhe çka ka ndodhur vëllezër të nderuar? Personi me pas Kur'anin në shtëpi është llogarit krim. Me fal namazin është llogarit krim. Me agjeru është llogarit krim. Baballar tonë kanë kalu gjithashtu në këto rrethona ku komunizmi kanë nxjerrë asnjë lloj mësuesa të cilët i kanë marrë ato kontat e ujit në klasë në ditët e Ramazanit dhe për mjau prish agjerimin në zonësave të tyre. Pra me kanë agjeru shumë kanë krim, me pas Koranin në shpi u kanë krim, me fal namazin u kanë krim, me shku në xhami ka qenë krim. Prandaj muslimanët në Rusi dhe në këto vende në të cilat kanë kalu në kohën e komunizmit, është dashur me ru fenë e tyre në përpodrume. Është dashur me rujt fenë në për mole dhe në për shpella. Kanë shku e kanë mësu fenë në qitë gjendje. Mirë po, embelsia e mësimit të fesë, ata i ka bo me qëndrua në qëto rrethona. Ata e kanë pas si shembull pejgamberin alayhi salatu vesselam. Edhe kanë pas si shembull Arqam ibn Arqamin, në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç do shohim në fund të kësaj ligjërate, për 13 vite me radhë në kohën e Mekës i ka mësue sahabët këtu. Dhe nga kjo shtëpi apo nga kjo medreze që e ka marrë emrin shtëpia e tij, ka dalë Ebu Bekri radhiyallahu anhu, ka dalë Omeri radhiyallahu anhu, kanë dalë sahabët për gëzuar me xhenet, kanë dalë njerëzim më të mirë mas pejgamberëve. A dihet çfarë gjendje kanë qenë arabët
para ardhjes së Islamit. Kanë qenë në humner dhe në shkatrim, mirë po me Islam janë ndriçu, me Islam e kanë gjetë rrugën dhe janë bërë njerëzit më të mirë në tokë mas pejgamberëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e fillon thirrjen Islam fshehur azi. Pastaj pas 3 vjete, po vjen koha kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thirr haptazi. Pra në këtë kohë e kishte pranuar Islamin Omer radiallahu anhu. E kishte pranuar Islamin Hamza radiallahu anhu. Pra prej një edukimi që ishte fshehur azi, tash po fillon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam haptazi. Pra, kjo është situatë. Kjo pora kishte rrethona tjera, kjo dyta vjen rrethona tjera. Për këtë arsye, o vëllezër të nderuar, ne kur lexojmë për hadithet ose jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të kemi parasysh rrethonat kur i ka thonë hadithet. Për shembull, një hadith që shpesh herë keq kuptojnë, në veçantin këtë hadithin ka edhe murxhiet bashkëkohor dhe murxhiet në të kaluarën, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam periudhën e Mekës, pra kur nuk ka pas dispozita jashtë asaj me besu, me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala, ose me thonë fjallën la ilaha illallah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë qulu la ilaha illallah tuflihu, ka thonë thuni la ilaha illallah do të shpëtoni. Por kjo hadith është thonë ku në periudhën e Mekës. Pastaj janë hadithën në periudhën e Medinës, që rënditën kushtet e fjallë la ilaha illallah që i kanë nxjerrë dietarët e Ehlusunnetit që janë 7 kushte. Pra, nuk merret kjo hadith thoni fjala la ilaha illallah në periudhën e Mekës e mos zbatun periudhën e Medinës. Është qartë. Për arsye se në periudhën e Mekës është dashur m'ja u kërku vetëm fjalën la ilaha illallah. Periudha e Mekës, vëllezër të nderuar, nuk e ka pranuar faren. Bimen kur është hedhur në tokën e Mekës fjala la ilaha illallah, toka e Mekës në këtë rast njerëzit kur i shitet me kasit se kanë pranuar. Për këtë arsye kanë përndjek pejgamberin alayhis salam. Siç do vjen shpjegimi dhe e kanë përzon, e kanë çuar në Medinë. Prandaj duhet të njohim rrethonat në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si ka vepruar dhe kur ka vepruar dhe kur e ka thonë këtë hadith. Për arsye se i bojnë zullum hadithit. Dhe i bëhet, nëse i bëjmë zullum hadithit, i bëjmë zullum pejgamberit alayhis salam, e nëse i bëjmë zullum pejgamberit alayhis salam, i bëjmë zullum edhe shpalljes së Allahut subhanahu wa taala. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 vjet radhazi vazhdoi të njerëzit të cilët i njehte mirë dhe kishte besim tek ta me i thirrën Islam. Mirë po vëllezër të nderuar, shtruhet pyetja, çfarë cilësish kishin këta njerëzit? Çfarë cilësish kishin këta njerëzit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thirrri gjatë asaj periudhe? Nëse studiojmë njerëzit që ka thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë asaj periudhe, shohim se ata janë karakterizuar me 2 veçori. Apo i kanë pas, domethënë 2 cilësi. E para që janë veçuar ata ka qenë vëllezër të nderuar sinqeriteti, sjellja e mirë, besnikëria, bujaria, drejtësia, trimnia, morali mirë, sjelljet e mira i kanë pas njerëzit. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islam. Me i mirë për tyre në kohën e ignorancës është me i mirë edhe në kohën e Islamit idha faqahu nëse ata mësojnë. Shikoj, nëse mësojnë fen. Është qartë, kur e mësojnë fen, edhe i përforcojnë ato cilësi dhe veçori të mira që i kanë pas, atëherë për këtyre pritet hajri i madh. Është qartë. Marrë shembull Abu Bekrin radiallahu anhu kur s'ka pi alkool edhe në kohën e ignorancës dhe kur si ka dhuru idhujt. Pastaj është një besnik dhe njëri i dashur në mesin e njerëzve. Është qartë. Prandaj kur e ka pranuar Islamin siç do shohim, ka pas hajër të madh, domthonjë njerëzit për Abu Bekrit radiallahu ta'ala anhu.
Pra, këta njerëzi me këto cilësi, vëllezër të nderuar, që kur nuk do të me humb, janë shumë të rëndësishëm që Islami më mbështet në ta. Është e qartë. Pra, daveti më mbështet në ta. Edhe këta me konë, si kur ai treni në cilin hypin njerëzit, edhe kalojnë domethënë në udhëtimin e tyre në këtë botë për tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu na bëj tyne. E dyta, vëllezër të nderuar, që është fokusu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë tek rinia. Pra, tek ata që ishin 3 mosh. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fokusu tek ta, vëllezër të nderuar? E para, se rinia nuk kishte mësuar me adete, zakone të këqija, për shembull adhurimin e idhujve, alkoolin, bigjuzin, nuk kishte kohë të gjatë që kishte filluar në tu. Në krahasim me ato që ishte që 40 vjet para idhullit, ishte 30 vjet para statujave. Ai i cili as udhëtimi nuk e bënte pa shku tek Hubeli, ose pelshu shpendin apo shko djatha zamojtas. Ai me vite vepronte, zemra ju kishte lidh. E këtij që ju ka lidh zemra, pra ai vetë se e ka adhuru ato, e ati është problemi a largu adetin ose atë shirk në të cilin ishte i kapur. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fokusu te rinia. Edhe sa të fatkeqësisht kur dojnë me i deviju muslimanët, fokusohen pa besimtar tek rinia muslimanëve. E kanë kuptuar rëndësinë e madhe të rinisë. Prandaj edhe e fusin drogën tek ta. E fusin zinon tek ta, prostitucionin, immoralitetin dhe gjëra të shfrenume që me devijue shtyllën e atij vendi, shtyllën e atij populli. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të nderuar, u fokusu te rinia për arsye se rinia është shtylla e shoqërisë. Dhe ka ardhur një hadith se kuptimi, domethënë hadithi është i dobët, por kuptimi është i saktë. Thot, nasarani Allahu bi shabab wa khadhalani bi shuyukh. Thot, më ka ndihmu Allahu me rini e më ka poshtru me pleq. Pra, pëse është i dobët, kuptimi është i saktë. Merë shembull e Butalibin, agje ka pas, e ka ditë që është fejnë e vërtet, 49 vjet e 2 muaj e 3 ditë e ka ndihmu, megjithatë ka vdek në shirk. Se ka përkrahur pejgamberi alayhis salam. Edhe shumica e pleqve nuk e përkrahen pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ata që e kanë përkrah rinia. Prandaj është suneti Allahu subhanahu wa taala në tokë që ky din edhe kjo fe me ecë me rini. Pra, rinia me kanë ata bartësit e kësaj feje dhe këtij amaneti për me përquhet tek të tjerët. E lutem Allahun azza wa jall që rinia jonë të jetë prej këtyre transmetuesve që e quajnë shpalljen e Allahut subhanahu wa taala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vend. Qysh në ditën e dytë të thirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra pasi kishte pranuar Islamin Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu, qysh në ditën e dytë, vëllezër të nderuar, Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu kishte lëviz për këtë fe. Dhe aq me seriozitet dhe aq me sinqeritet e kishte marrë këtë mesazh Abu Bekri, thojnë dietarët, pothuaj se kishte kuptuar Abu Bekri se sikur feja i kishte zbrit atij jo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shka çfarë derti ka pas. Pra e ka bërë këtë din dhe këtë fe dhe me i thirr njerëzit sikur se më pas zbrit këtina, jo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu nisët, vëllezër të nderuar, lëviz për me dalë me i thirr njerëzit. Ka thirrjet e parë. Të parin që kishte thirr e thirr Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala. Ne nuk do ndalmi biografinë e Uthmanit nga se do një libër të veçantë apo ligjërata të tëra me fol për Uthmanin radiallahu anhu. Mirë po mjafton aja që ka bëu për Islam ky burr, kur ka ndihmu luftën që ka quajt Allah azza wa jall sa'atul usr, por lufta çastë të vështirësisë, 800 devë, 200 kuaj i ka dhënë për rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj që e ka ble pusin apo bunarin e Rumës, pastaj do vinë këtu ngjarje më në detaje,
pastaj zgjerimin e xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj khilafeti 12 vite me radhë plot drejtësi dhe rahmet, pastaj se si ka qenë jeta Uthmanit radhiyallahu anhu, shpenzim në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, thirrje, përhapje të dijes, namaz natë, lexim Kuranit, të gjitha këto të mira pa i munguar asgjë në peshorën e Abu Bekrit radhiyallahu taala. Dhe një japit përzuar me xhennet. I dyti që shkoi Abu Bekri radhiyallahu taala anhu dhe thirri ishte Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu. I treti Sa'd ibn Abi Waqqas, i katërti Talha ibn Ubaydullah. Të gjithë ta kanë qenë shenja, kandila ndriçues për të tjerët. Dhe i pesti ka qenë Abdurrahman ibn Aufi, dhe të gjithë këta që i ka thirrë Abu Bekri radhiyallahu anhu janë të përgëzuar me xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa vëllezër të nderuar, kur i ndëgjoni këta emra, mundet me ju shku në mendjen e juve se këta kanë qenë dikun 40-50 vjet. Mirë po, nëse kthehemi në moshën e këtyre që i ka thirrë Abu Bekri radhiyallahu taala anhu në Islam, shembull Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu ka qenë 15 vjeç. Ndërsa Talha ibn Ubaydullah ka qenë 16 vjeç. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë 17 vjeç. Ndërsa Uthman ibn Affani në krahasim me këta ka qenë më i moshuar, pra 28 vjeç, dhe Abdurrahman ibn Aufi ka qenë 30 vjeç. Pra kjo ka qenë mosha e këtyre që e kanë pranuar Islamin e dorën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Nëse e krahasojmë këtë moshë me moshën e të cilën sot e shohëm rinin tonë ose gjeneratën e këtyre që o përmenden, vallahi është me të mërzit. Pra është me të mërzit, vëllezër të nderuar. Sot pabesimtarët janë të i luftu musliman 3 pika. E para, me përhap ateizmin, me përhap kufrin dhe shirkun në Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahun arrujt, dhe me fut dyshime tek muslimanet, me fut dyshime në Allahun azza wa jall, në Kur'anin që ka zbrit, në libra që i lexojnë, hoxhallar që shkojnë në mësu të këta. Këta janë duke u fokusu. Dhe ky është plani i tyre i ashëm 20 vjeçar që shpjegojnë dietarët. E dyta, vëllezër të nderuar, janë fokusuar te prishja e rinisë. Pra, prishja urinisë muslimanëve. Mos lëni rinit shënuar tyne. Dhe treta, hapni narkotiket dhe drogën për hapnin e mesin e muslimanëve. Derisa janë duke bë plan që nesër kur të vjet droga dhe kur të përhapet me të madhe, kur të që pin drogë ose merret me narkotike kështu me radhë, do thonë që është e drejtë imja personale, kështu që ty nuk të intereson. Me një fjalë, prishja e rinisë. Është qartë. Kështu që do të më fokusu shumë tek vlladet tonë dhe tek rinia për me i thirr me i mbajnë rrugën e Allahut subhanahu wa taala, para se me ra prej e këtyre kurthave të cilët bashkëpunojnë me shejtan për me quhen në xhehenem, Allahu na ruaj. Prandaj vëllezër të nderuar, sot lajmet, sot mediat janë për hap shumë të madhe dhe hajri për tyre shumë është i pakt. Pra, tamam për shtatet me ato që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shejtan që i vjedhin lajmet e qiellit. Pastaj thot e marrin të vërtet dhe e përzin atë me 99 gënjeshtra. Është qartë, pra sot është ky informim duke u bë. Prandaj lutem Allahun subhanahu wa taala që na mëson Allahu që të edukojmë fëmijët tonë dhe rinin tonë ashtu siç Allahu don dhe është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Shtrohet pyetja, vëllezër të nderuar, çka ishte shkaku
i suksesit e Abu Bekrit radiallahu ta'ala anhu që t'i sjell këta burra me pranu Islamin. Plot njerëz e thirrin Islam, plot njerëz janë davetxhi. Plot njerëz i lëvizin, sikur se ka lëvizë Abu Bekri radiallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në një hadith: Ja ayuhan nas, ka thonë ju njerëz, inna minkum munaffirin, ka për juve që janë larguj njerëzit. Allahu na ruaj ja u gërditin Islamin njerëzve. Prandaj këto duhet me pas kujdes. Këtë dytën duhet me pas. Ka mundësi dikur të lëviz, thirr, mirë po largon. Prandaj Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, kur e përshkruan Talha ibn Ubejdullah, thot ka qenë njëri lehtë, i dashur, i motor, sabërli dhe i dhimbshëm për të tjerët. Rahmetxhi ma për të tjerët. Prandaj me këtë hape pas kësaj domethënë pas sinqeritetit në Allahun subhanahu wa taala, pse tha më herët, pra Abu Bekri radiallahu anhu ka lëviz me këtu dhe ka arrit me përfitu zemrat njerëzve. As ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tahabu, jepni hedije dhurata, shto dashnia. Afroja dikujt një misk, nëse ki mundësi. Lutu për dikan. Afroja një punë të hajrit, një punë të mirë, si pas mundësive që ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Pro bane dikan me dasht, me këtë islam, me këtë synet, me këtë mjekër, në mënyrë që Allah azza wa jall të zbretë rahmet në zemrën e tina. E dyta, Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu ka qenë tregtar. Dhe në tregti ka qenë shembull për të gjithë banorët e Mekës, por edhe për njerëzit me gjerë. Dhe e treta, siç tregon Talha ibn Ubejdullah për Abu Bekrin radiallahu ta'ala anhu, thot e ka ditët gjenealogjin, prejardhjen. Arabët e kanë dorë shumë me ditë për prejardhjen. Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu në gjuhë me vetë ka ditë me tregu për prejardhjen, për njerëz ndryshëm, për fiset, kabilet e kështu me radhë, nga se si që kemi cek, Arabët për çështjet fisit, për lartësimin e fisit kanë qitë poezi. Dhe për dhimin e fisit kanë qitë poezi. A që ka qenë fisi i shajt në zemrat e tyre. Prandaj Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu ka qenë tamam një historian i njohur, që ka folë me argumente dhe me fakte, dhe me këtu ka shpjeguar në mesin e kurejshitëve, dhe kur ja ka afruar Islamin këtyre njerëzve, asnjëu nuk ka hezituar. Dhe të gjithë e kanë pranuar Islamin dorën e tij. Dhe të gjithë janë se vopët e tyre i shkojnë Abu Bekrit radiallahu anhu, pa i mungu atyre asgjë. Gjithashtu, vëllezër të nderuar, kemi një shembull gjatë kësaj kohe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirrur në Islam, e kemi shembullin e Amr ibn Abesës radiallahu anhu. Amr ibn Abesa ka shku në Mekë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe hadithi gjendën Sahih Muslim, dhe tregon Amr ibn Abesa se kur ka shku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot e gjeta kur populli ishte shumë i ashpër ndaj tij. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë kohë ka qenë duke kaluar në situata shumë të vështira për kauzën e Islamit. Dhe arrita thot dësimet dhe përtu të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kur arrita të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pyetjen e parë që ja ka parashtruar i ka thonë: Ma ente, pra çka jeti? Nuk e ka pyet kush jeti, po çka jeti, pra cilësitë tua, çka jetu thirr? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Ana nabi, ka thonë unë jam i dërguar, pejgamber. Amr ibn Abesa, pasi e përshkruan gjendjen në të cilën thot, kam qenë prej atyre njerëzve të cilët kam besu se njerëzit s'janë në kur gjuhiq. Dhe qither ka qenë në kërkimin e rrugës së vërtet.
Dhe pastaj e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çka është pejgamberi, çka është i dërguari. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Arsalani Allah", thot mua më ka dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj Amr ibn Abasa e pyet pejgamberin alayhis salam: "E me çfarë të ka dërguar?" Thot pejgamberi alayhis salam: "Me ka dërguar me lidhjen e farefisnore, me lidhjet farefisnore, me thyrjen e idhujve dhe me u adhuru Allahu një i vetëm dhe mos t'i bëhet shok atij." Pastaj e ka pyet Amr ibn Abasa pejgamberin alayhis salam: "Faman ma'aka ala hadha", kush është me ty në këtë rrugë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Amr ibn Abasas: "Me mua është i liri dhe robi", pra ka pas për qëllim Ebu Bekrin dhe Bilalin, prej atyre që i kishin besuar. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikoni vllazni se jemi në periudhën, në fazën e fshehtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk don me dhon emra Amr ibn Abasas, për arsye se me gjithë mendimin e mirë në anën e jashtme, Amr ibn Abasa ishte prej një vendi të huaj dhe gjithashtu Amr ibn Abasa ishte i panjohur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i jep informacione Amr ibn Abasas, edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë i kishte dikun parafërsisht 60 njerëz që ishin besuar, pra nuk i tha Amr ibn Abasas se me mua janë 60, ne jemi në filan vendin, na mësojnë kështu, për arsye se ishte në kohën e ku duhet të ruaj informacioni. Është e qartë. Pastaj Amr ibn Abasa, nga mallëngjimi, dëshira, flak që i vlen të zemra, nga gëzimi që ka gjetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i thot pejgamberit alayhis salam që unë dua të pasoj ty. Pejgamberi alayhis salam i thot: "Ti nuk mundesh ta bësh sot këtë." Pra nuk është koha, mirë po ktheu. Pra ktheu në vendin tanë, dhe kur të ndëgjosh se kam dalë haptazi, atëherë eja tekun. Dhe Amr ibn Abasa, çdo karavan që shkonte në Medinë, pyeste për të se a ka lajme për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, derisa vjen koha kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën hijrat në Medinë. Pastaj vjen Amr ibn Abasa dhe e pyet pejgamberin alayhis salam duke i thënë se a të kujtohem në ty? Pejgamberi alayhis salam thot: "Po, me ty jam takuar në Mekë", dhe pastaj bëhet prej pasuzëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nga dëshira flau vëllezër të nderuar për ta mësuar këtë din, ulet para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Mëson prej asaj që ta ka mësuar Allahu subhanahu wa taala", dhe jam mëson pejgamberit sallallahu alaihi wasallam abdesin, pastaj jam mëson namazin e sabahit, drekës, iqinis, akşam dhe yatsis, pra jam mëson formën e namazit dhe jam mëson kohën e hyrjes së namazit, dhe pastaj është kthy tek fisi i tij dhe ka bë davet dhe në dorën e tij janë udhëzuar shumë se 30 persona e kanë pranuar Islamin në dorën e Amr ibn Abasa radhiyallahu ta'ala anhu. Gjithashtu vëllezër të nderuar, në këtë kohë e ka pranuar Islamin edhe Abu Dharr al-Ghifari. Nuk do ndalëm në detajin historinë e tij, mirë po diçka të pika të shkurta për këtë burr të madh të Islamit, pra Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, ku ka qenë nga fisi Ghifar dhe ka fisi ti kanë kalu karavanat e Kurejshitëve. Ka ardhur nga mallëngjimi dhe përmallimi i madh për me taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur në Mekë dhe vendoset në aborrin e Qabës. Ato pari ka lënë Aliu radhiyallahu anhu dhe atë natë e merr musafir në shtëpinë e tij. Mirë po pa ndrru asnjë muhabet sa i përket rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në mëngjes shkon Abu Dharr radhiyallahu anhu te Qabja dhe pret ton ditën mos po vjen ndonjë lajm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Aliu radhiyallahu anhu takon prap, pastaj bëjnë muhabet me të, pastaj kalon edhe nata e tretë dhe Aliu radhiyallahu anhu thot: "Ti je duke kërkuar diçka?" Thot: "Kam dëgjuar për pejgamberin Allahut së është dalër dhe dua informacion për të." Atëherë
thot Aliu radiallahu anhu, e pashtet dritën e Islamit në fytyrën e tij, kështu që thot i thash eja mas meje. Dhe nëse ndodh diçka, pra që rrezikohet udhimi jonë për të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë rrugtimit, thot unë bëhem kishe po i lidhi këpucët ose Allah i ndërua po urinoj. Kështu që kështu do vazhdo rrugtimi. Dhe thot Ebu Dherri radiallahu anhu, Aliu radiallahu anhu printe, ndërsa unë ecjam brapa tij deri shkum te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj e pranon Islamin Ebu Dherri radiallahu anhu, për të cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk barti toka dhe as nuk njohi qielli njeri me drejtë se Ebu Dherri. Apo fjala e Omerit radiallahu anhu për të. Dhe vëllezër të nderuar, e pranon Islamin Ebu Dherri dhe nga dëshira flak që ja kishte përvluar zemrën imanin e zemrën e tina, atëherë Ebu Dherri radiallahu anhu del dhe thot shahadetin në aburin e Qabes dhe pasaj i vërsulin mushrikët e Mekës, deri sa shkon Abasi që në atë ku ishte mushrik, agja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe thot se a dini kanë jeni duke ra. Ata thonë ju, thot po krejt karavan e kurishitëve thot kalojnë kafisi i tij, atëherë e ndalin zullumin dhe fillojnë me u bë pishman për ato se çka kanë rrejë dhe kanë godit, pasaj e marrin Ebu Dherrin radiallahu anhu dhe e tërheqin prej aburit të Qabes. Pra, Ebu Dherri është prej atyre që ka pranuar Islamin në këtë kohë dhe vetëm se ka ardhur koha për sahabet dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë periudhë që ka zgjatur 3 vjet, duke mësuar Islamin fshehur azi, pastaj për të dalë hapta azi që do jetë inshallah ligjërata e ardhshme. Po para se dalim në ligjëratën e ardhshme, ku kanë mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët gjatë kësaj kohe? Pejgamberi sallallahu me sahabët kanë mësuar në shtëpinë e Arkam ibn Arkamit. Arkam ibn Arkam, vëllezër të nderuar, në këtë kohë ka pas 16 vjeç. Dhe shtruhet pyetja, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përzgjodhi këtë shtëpi që të jetë si lloj medrese për sahabët. Pra pse mund në këtë shtëpi u zgjodhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi nëse studiojnë vëllezër të nderuar, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar sahabët në këtë shtëpi, do shohim mrekulli. E si jo që Meka ka qenë qytet i vogël në atë kohë. Të mësohen disa nxënësa për 13 vite me radhë në shtëpinë e Arkam ibn Arkamit dhe mos të hetohet asnjëherë, kjo është mrekulli. Kjo është strategji. Pra të mos del asnjë informacion kur këtë ka arrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zgjodhi shtëpinë e Arkam ibn Arkamit? Pse shkoi në shtëpinë e Abu Bekrit radhiyallahu anhu? Ose në shtëpinë e këtyre sahabëve të tjerë që i mësua më herët, sikur Sa'd ibn Abi Waqqas, ose Zubair ibn Awam kështu me radhë. E para për urtësive është se Arkam ibn Arqami radhiyallahu anhu nuk ka qenë i njohur që ka pranuar Islamin. Kështu që edhe kurëshitët nuk e kanë përcjell. Kurse shtëpiat e tjerëve që kanë pranuar Islamin kanë qenë në vëzhgim. Për anës së qufarëve. Kështu që nuk ka më mësuar shtëpiat e tyre për shkak vëzhgimit dhe për shkak të asaj se muslimanët kanë pak në mesin e armiqve të shumt. E dyta, vëllezër të nderuar, Arkam ibn Arqami ka qenë nga familja Beni Makhzum. Beni Makhzumet ka qenë kabila apo fis në armiqësi me Hashimitet, në armiqësi të vazhdueshme. Dhe kur njëherë nuk ka shku mendja me kazve se Hashimitet, në këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkojnë tek Beni Makhzumet në fisin e tyre dhe mësojnë atë. Po kja ka qenë strategji pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për arsye se kurishitët e kanë llogarit Beni Makhzumet, në këtë rast me Hashimitet, nëse shkojnë Hashimitet tek Beni Makhzumet, po shkojnë në shtëpinë e armikut të tyre. Po Islami ka ndryshuar njerëzit. Islami kur ka ardhur sahabët,
ja u kanë ndryshuar akiden edhe fenë. Ata të njëjtën ushqim e kanë hangër, të njëjta shtëpia kanë banu, të njëjtën tokë kanë jetu, të njëjta puni kanë kry, vetëm kanë ndryshuar në aspektin e akides. Pra, s'ka Allah me i bo shirk. Allahu do të më njësua. Kriju si kësaj gjësie. E treta, Allëzër të ndëruar, shtëpia Arkam ibn Arkamit ka qenë periferi. Pra nuk ka qenë në mesin e shtëpijave të Mekës. Dhe e katërta, Arkam ibn Arkam ka qenë 16 vjeç dhe nuk ju ka shku menja mushrikëve të mëdhej se në shtëpinë e një djaloshi të ri mund të shkon Muhamedi, Ebu Bekri, Othmani, Talha, Zuberi, Abdurrahman ibn Aufi radiallahu anhum e kështu me radhë. Prandaj, kjo ka qenë prej urtësive që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zgjedhur shtëpinë Arkam ibn Arkamit. Imagjinoni vëllezër të nderuar, këta sahabë të cilët janë edukuar këtë shtëpi, pastaj prej tyre ka dalë dhe është përhap Islami lindje perëndim dhe kushdo që e ka pranuar Islamin, të u bë sebeb këta sahabë, shpërblimi shkon Arkam ibn Arkamit që e ka hap derën e tij për më mësu Islami. Shumë njerëz sot e hap derën e tij, Allahu na ruaj për immoralitet, e hap për drog, e hap për pislëqe të ndryshme, ndërsa është indiferent ndaj hapjes së derës me hi hoxha ose vëllau musliman ose më mësu feja Allahut subhanahu wa taala dhe më mësue Islami dhe më lexu Kur'ani. Ndoshta pra dikush e sheh këta si krim, Allahu na ruaj, prandaj duhet që muslimani mos të bjen prej kurthave të shejtanit, mirë po ta falendron Allahun azza wa jall për mirësitë që ka dhënë këtë botë, qoftë shtëpinë, qoftë banesën, qoftë kerën e tij, qoftë pasurinë e tij dhe të mundohet të shfrytëzon në hajër dhe të mira ku Allahu azza wa jall ja domethënë i don të është i kënaqur, po gjithherë duke e arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Elusëm Allahun azza wa jall që nga kjo që ndëgjuat të përfitojmë dhe të na përshon e vepra të mira në ditën e gjykimit. Allah është përblef për sabrin dhe durimin që treguat e qulu qouli hadha astaghfirullah li wa lakum.